Në zjarrin që ra para 4 vitesh në spitalin modular në Tetov, i bine mshiu humbi baban dhe vëllain, ditën kur ndodhi tragjedia në Koçan, thot se ka përjetuar të njëjtën dhimbje si në vitin 2021. Pre ngushëllimet e meja për familjet e Koçanit, po kur e dëgjom këtë rast, më ngrej trupi si e kujtoja ditën time që kam qenë në spitalin e Tetovës, që pa gjithat tragjedi që ti shikosh njerëzit digjen gjallë nuk është e lehtë. Edhe zdish bllokohet truri krejt, se çfarë situatash kina arrit në Maqedoni më u djeg për zgjalli. Kështu që mjerim është për ato familje shembull që i kanë humb dashurit, si puna ime që i kam humb krejt shembull familje. Tragjedia në Koçan është hapje plagësh edhe për Mumin Ismailin, i cili para 4 vitesh humbi nënën. Si familjarët e spitalit modular të Tetovës, në rastin e Koçanit, na u rihap plaga e viktimave të modularit. Por njëkohësisht, ne si familjar të spitalit modular, shprehim ngushëllimet e familjarëve në rastin e Koçanit dhe me këtë intervist shpreh që të them se edhe të ne dhe hapën rigjikime prap fillim. Pas arrestimeve që janë bërë në hetimin për rastin e Koçanit, që të dy, i bini dhe Mumini, po shpresojnë se do të ndikojnë edhe te rihapja e procesit për spitalin modular në Tetov, ku jetën e humbën 14 persona. Me janë nisë nga fillimi atë zbardhët rasti spitalit modular, do të me u hap procedura nga fillimi, edhe me thirr zotërejon Venko Filipçe, kush e ka pat të nderin e spitalit, kryetarja komunës me ekspektoriatin që duhet me dhënë leje ndërtimi çdo lloj gjëre me bë në komunën e Tetovës. Kështu jo që soll Florim Besimin edhe Artan Hetemin. Këto janë të fajsuar. Mirë po jo gjithë barën me valshu këtire. Unë e them nuk i përkas asnjë parteje. Mirë po nëse duan me bë punë, kredibilitetin me fitu nga popullata në Maqedoni, duhet me fillu nga fillimi. Por shqiptarët nuk ka drejtësi. Do që në 14 persona të ushëru në spital, kur një epilog nuk murë, kur një përgjësi kërkush nuk e murë. Qëta që shojmë në rastin e Koçanit, bërgosën ish ministra, policia, ku ta di une. Në rastin e modularit nuk ka arrestu askush. Ka pat anullime të seancave për shkaqe shëndetësore. Jo u operu, jo i smund me shëndet, jo kështu e ashtu, por fundi erdh për djetë gjike seanca se aj man seanca në përgjigje, është si gjyqtar në përgjigje, kurse të modulari ka dhonë një dorëheqje. Ne si familjar nuk kena të informuar këtë rast, vetëm kur e pam se në gjyq ishe gjyqtar i ri, edhe nuk dim asgjë se për çfarë ai e la gjykimin e spitalit modular. Për ta kuptuar këtë që po thot Mumini, e ka fjalën se gjykatësi i lëndës Jordan Velkovski është tërhequr nga lënda e rigjikimit për modularin dhe tash lëndën e udhëheq gjykatësi Recep Musa. Kur e pyetëm gjykatën e Tetovës se pse u tërhoq Velkovski, na than për arsye shëndetësore. Me kërkesë për shkaqe shëndetësore nga ana e gjykatësit Jordan Velkovski, me vendim lënda e spitalit modular me sistemin e Akmisit, i është ndarë gjykatësi tjetër. E pakuptueshme se si për shkaqe shëndetësore, ku në oraret e gjykatës shihet se gjykatësi Velkovski ka çdo ditë seanca, siç edhe mundet të shihet në këto pamje. Pritet që më 3 prill në gjykatën themelore të Tetovës të mbahet seanca e dytë, pasi pas 4 anulimesh, gjykata e apelit e ktheu lëndën në rigjykim. Është bërë një gjykim, por lënda u kthye në rigjykim pasi që gjykata administrative kishte vërejtjen në prezantimin e dëshmive.